Jemi në fshatin Drenovec, ku 2 ditë më parë, në datën 20 mars 2001, artilleria e rëndë maqedonase ka goditur këtë lagje dhe pikërisht shtëpinë që duket mbas krave të mi, ndërsa ishim lart tek shtëpia, ora është 10:05 minuta, nisi përsëri sulmi i artillerisë maqedonase. Shumë çka në këtë dalje para kameras nuk është e saktë, madje as ora, as data. Por sa më shumë ti je mësuar me luftën, aq më shumë frikë ke prej saj. Kjo nuk do të thotë që kolegët ta nuk kanë frikë. Për shembull, ky operator me antiplumb që na buzëqesh. Edhe të hysh në dhomën tënde të hotelit Maqedonia, ku strehohen gjithë gazetarët, ndruhesh. Xhamat e thyer vetëm një ditë para se ta merrje këtë dhomë, të bëjnë të mendosh se s'është çudi që një tjetër plumbçor të bëj vizitë. Sepse plumbat në Tetov nuk dinë kë vrastin dhe as pse. Të kesh frikë në Tetov nuk është turp, sepse nuk di ta thuash në është luftë apo luftë. Në 14 mars 2001, ushtria maqedonase vrau shqiptarin 42 vjeçar Sulejman Ramadani. E vrante pragu i shtëpisë me një plumb në ball, fare rastësisht. Ushtarët të çorientuar dhe irrituar që u mundën nga zaptuesit e Kodrës, ku lanë edhe autoblindat e shumë armatime, në kthim nisën të qellonin Kuturu, mbi dritaret e lagjes më të vjetër të Tetovës, të banuar vetëm nga shqiptar. Një plumb i nati e mori edhe babain e 2 fëmijëve, djalin e vetëm mes 6 motrave. Të zotët e shtëpisë, që presin ngushëllime, ende kanë frikë, madje motra ndruhet të intervistohet në balkon, e bindur se ende janë në shënjestrën e snajperëve të vendosur në Kodër. Gjithmonë jemi të rrezikuar. Pas 3 ditëve është goditur kati i parë jon me mitroles. Disa plumba e kanë godit shtëpinë, ndërsa një plumb bile ka hyrë në kuzhinë dhe e ka qelluar edhe morin e kuzhinës. Sulejmani është i pari civil i vrar. 8 ditë pas tij, ushtarët maqedonas vranë 2 shqiptarë të tjerë. Këtë herë jo nga inati, por nga frika.